aleikum të nderuar dëgjues, ju përshëndesim gjithë juve që po na ndjekni në këto çaste. Ne po takohemi me emisionin më të ri edukativo fetar. Me neve në studio është profesor doktor Shevqet Krasniqi. Selam aleikum profesor. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Edhe sonte telefoni qëndron i hapur që tani 044 156614 ku mund të telefononi direkt dhe të na dërgoni SMS pyetje në të njëjtin numër. Pra 044 156614. E derisa të kemi ndonjë dëgjues, fillimisht e dëgjojmë një këshill të shkurtër nga profesori, më pastaj ju i presim juve. Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. E falenderojmë të madhin Allah Tebaraka wa Taala, Zotin e gjithësisë, të gjithëmshirshmin, mëshirbërësin. Hamd dhe falenderim Zotit ton për çdo të mirë dhe begatimet të cilën ai neve na ka dhëruar. Hamd dhe falenderim Zotit ton për këtë Ramazan të bekuar, me të cilin Allah i madhruar na i ka ushqyer zemrat tona, na i ka freskuar shpirtat ton, na i ka ngritur lart shkallë drejjet te i madhi Allah Azza wa Jall. E ja me Ramazan ngritet muslimani lart, ja me çka tjetër. Ja me Ramazan falet e spastrohet muslimani, ja me çka tjetër. Than ndryshe të dashurit e mi, nëse në Ramazan nuk ngritemi lart te i madhi Allah, nëse gjatë muajit Ramazan nuk pendohemi te Allahu dhe nuk bëhet shkak Ramazani me na fal neve gjunahet, nëse në Ramazan nuk bëhet Ramazani shkak që ne më afru edhe më shumë te i madhi Allah, e më largu e më spastru e më hik ndrysh kohë i zemrave tona, respektivisht i gjunaheve të cilat na i kanë kapluar zemrat tona për një vit, atëherë kur do të ndodhin këto jashtë Ramazanit, la ilahe illallah, sa i madh muaji Ramazan, dhe me plot të drejtë i madhi Allah e veçoj nga muajt e tjerë, e përmendi në Kur'anin e madhruar, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, muaji Ramazan, me emën e përmendi i madhi Allah, dhe tha muaji Ramazan është ai muaji në të cilin ka zbritur Kur'ani. La ilahe illallah, la ilahe illallah, ka zbritur Kur'ani, ka zbritur libri i Zotit i fundit. Binduni të dashurit të mi dhe mos dyshani fare se kurse mos të veçohej Ramazani me asnjë veçori tjetër, se kurse mos ta kishte Ramazani asnjë specifik tjetër, përpos që në te ka zbritur Kur'ani, do t'ja kishte vlejtur që muslimant të gëzohen shumë për këtë muaj të bekuar, ta përqafojnë shumë këtë muaj të bekuar, ta agjerojnë këtë muaj dhe të japit mundohen t'ja japin Zotit hakun gjatë këtij muaji më shumë se sa gjatë muajve të tjerë. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Kur ka ardhur pejgamberi alayhi salam në Medinën e Shejtë, është përngulur, ka bërë hijret. Që ka ardhur në hadith të Enesit radiallahu anhu se pejgamberi ka gjetur Medinasit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka gjetur Medinasit konkretisht qifotet e Medines duke agjiruar ditën e Ashureve dhe i ka thonë, i pyetja i bekuar, çka është kja ditë që për madhërëni ju këte dhe për agjirënin te? Kanë thonë, kjo është ditë në të cilën Allahu e shpëtoi Musaun nga Firauni dhe fundosi Firaunin, e ne po agjirojmë falenderim Zotit ton që na shpëtoi neve. Po agjirojmë falenderim. E ne muslimant, pra asnjë specifik mos ta kishte pasur Ramazani për pas Kur'anit, dhe t'ja kishte vletur me thanë,
po agjëroj muajin Ramazan për hir që ka zbritur Allahu Kur'anin, sepse zbritja e Kur'anit është më e madhe se sa shpëtimi Benu Israilëve nga dora e hekurt e Firaunit. Kur'ani është nuri dhe dritë për mbar njerëzimin. Imagjinoni sikurse mos të ishte Kur'ani, si do të kishte qenë njerëzimi. Ata të cilët e njohin natyrën e Kur'anit më në detaje, ata të cilët e njohin deri diku dhe historinë dhe evoluimin e zhvillimit mbar njerëzimit, do ta kuptojnë fort mirë se po mos ishte Kur'ani, bota mbar bota do të vazhdonte të jetonte në periudhën e gurit apo të hekurit. Do të vazhdonte të jetonte në për shpella dhe në për kasolla në mënyrën më primitive. Binduni dhe mos të dyshani fare se po mos ishte Kur'ani, njerëzimi jo vetëm nga çështja e besimit që do të ishin pagan idhujtar dhe do të shkëputej lidhja mes robëve në tokë dhe me Zotit në qiell, sepse edhe ashtu pa ardhur pejgamberi alayhi salatu wassalam, që ka ardhur me lajme të sigurta, persona të cilët e mbanin lidhjen me Allahun ishin në gishta, krejt dynjaja mbushur me shirk dhe me idhujtari, edhe ata së shpejti do të vdesnin dhe do të shkëputej në mënyrë të plot total lidhja mes tokës dhe mes qiellit, la ilaha illallah, e nuk do të mbetej kush në këtë dynja që i bie Zotit në sejdë, nuk do të mbetej kush në dynja që thot la. Zeid bin Amr, një njeri i cili ka jetuar në kohën e pejgamberit dhe para pejgamberit, por nuk e ka përjetuar ardhjen e shpalljes zbritjes së Kur'anit. Zeidi migja i Umar ibn al-Khattabit, ishte prej 4-5 personave të vetëm në krejt Mekën të cilët vazhdonin të jetonin në dinin e Ibrahimit alayhi salam. Krejt populli i kishin shkëputur lidhjet e tyre me Allahun, respektivisht e kishin ndërprer dinin e Ibrahimit alayhi salam, e që ishin nipa dhe stërnipa e pasardhës të Ibrahimit alayhi salam. Zeidi nuk pajtonte me idhujtarinë dhe paganizmin e përhapur në krejt Mekën, dhe u thoshte haptazim me kazve, o ju njerëz, delen e ka krijuar Allahu, aja zbret shiun nga lartë dhe delja pin ujë, aja bin barin nga toka dhe delja han bari, pra është e Zotit dhe han prej të mirave të Zotit, ndërsa ju po e thërni delen për idhuj dhe statuja. O ju njerëz, kjo nuk ka logjike. O ju njerëz, mos i binin sejdë idhuj dhe statujave, por binin sejdë atij që ka krijuar idhuj të statuja dhe çdo gjë tjetër. Por fjalët e tina hasnin në vesh të shordhur, ashtu që e qortuan, e ndëshkuan, e rrehen dhe torturuan. Zeidi shkoi në perandorin bizantine, respektivisht në Palestinën e madhe të asaj kohe, dhe po kërkon mos ka dikun njerëz që janë rrugë të Zotit. Zeidi e pa një qifot dhe e pyetin cilën din jeti, tha unë jam dinin evrej. A bën me hyen dinin tënë me përqafu, unë vin nga Mekka, ku krejt populli im janë pagan. Qifuti ishte i sinqert dhe i tha jo,
dini jon ka ndryshuar. Nëse futesh në dinin ton, vetëm sa keme u larguar nga Zoti. Tha jo, unë nuk po du më largu nga Zoti, unë për ata kam ik, unë kam ik më afru të Zoti, e më largu prej Zotit. Tha shka lype pra dikan tjetër, dhe këtë duke bredhë rrugëve të perandoris bizantine, e takoj një murgë të kryshterë, dhe pasi i tregojnë nga po vjen, i tha a bën me hyen dinin tanë. Edhe murgu kishte qiluar i sinqert, dhe i tha jo, dini jon ka ndryshuar. Nëse futesh dinin ton, vetëm sa kemi u larguar nga Zoti. Kë tha jo, pra, one kam ikur pe i vendit tim, për më afru të Zoti, e jo me ikur të Zoti. Atëher murgi i tha, masi ti je prej arabëve këtheu në vendin tën, sepse ka ardhur koha me dal një pejgamber. La ilahe illallah, këtheu vendin tën, këtheu në vendin e atë dheun tënë, se ka ardhur koha me dal një pejgamber. Zejde mori këshillën e ti dhe u këthin vendin e vet. E po e pret kur po delaj pejgamber, e u plake u lëdhe erdhi koha me vdek, e po i thët një miku të ti të dashur. Ka ardhur koha me dal një pejgamber, si duke të nuk për za gjall ate, por nëse ta kanë të dije se aj e ka një vull mes dy krahve, dhe bëni selam shumë prej meje, dhe thuaj sikur kisha kanë gjall, do ta kisha përqafuar fejnë ti. O Zot, unë jam fejnë e Ibrahimit, tha i bekuar. La ilahe illallah, dhe vdiq 5 vite para se më shpall pejgamber. Pra, e pejgamberi për ta alejhi selam ka thanë, se kam pa Zejdin në gjennet, duke i tërhequr tishat e ti në zhak, në gjennet. Pra kjo është një prej lajmeve të shumta që tregojnë se bota ka qenë afër idhujtaris, kam për qëllim afër me përfunduar njohshmëria e Zotit dhe më bë krejt bota me idhujtari, e Allahu zbriti Kur'anin. Po edhe nga ana shkencës e teknologjisë, nga ana e civilizimeve bashkohore të tjerë, krejt fadileti dhe mirësia i kthehet librit shenjtë madhit Allah Azza wa Jall. Po vëllezër dhe motra musliman, të lumtuni që e kemi Kur'anin, të lumtuni që e kemi Islamin, binduni se krejt bota wa ka xhelozi që jeni iftar të Kur'anit, andaj t'jeni krenar me këtë libër të madh, sepse keni një libër i cili është i vjetër, por me fjalë dhe domethënjet e tina është i ri, është i freskët, as një pikë, as një presje, as një ndryshim i vogël nuk është futur në këtë libër të shenjtë Zotit Xhella Shanuhu. Ky libër është sikur se të kishte zbritur sot nga i madhi Allah Azza wa Jall. Andaj përqafoni e Kur'anin shumë, dujeni Kur'anin shumë, lexojeni Kur'anin shumë, mundoheni me derdhlet para Kur'anit duke lexuar Kur'anin dhe duke medituar në Kur'an, sikur se Ikrimatu bin Abi Jahl, ai burr i madh, ai luftetar i madh në rrugën e të madhit Allah, ai trim i pashoq, i cili për 8 vite aravazi deri shlirimin e Mekës, edhe para se më shpërngull në Mekë, dhe me thonë për një periudhë të gjatë, ishte armiku
hap kryesor dhe prej kryesorve kundër pejgamberit, kundër Kur'anit dhe fjalës së Allahut Azza wa Jall. Por në vitin e 8 pas çlirimit të Mekës, Ikrimet bin Abi Jahal bëhet musliman. Kishte vrarë dhe kishte mbyt shumë njerëz, kishte derdhur gjak, e tash u pendu te i madhi Allah dhe është përcjellur për biografinë e tij se lexonte Kur'an shumë i bekuar, e kapte Kur'anin me dorë, e lexonte Kur'an, e poste Kur'anin dhe thonte kitabu Rabbi, kelamu Rabbi, fjala Zotit tim, libri Zotit tim, e përqafante Kur'anin, kante mbi Kur'an dhe lexonte shumë Kur'an, pra i shkrihej i tëre para librit Allahut Azza wa Jall. Po vëllezër dhe motra musliman, ka nevojë për një ashik, për një dashuri të jetës sinqert e cila boron nga loçka dhe thellësia e zemrës ndaj librit të madhit Allah Azza wa Jall. Dashuri dhe ishq, kjo që po na mungon shumicës tonë. Allahu na i forcoft imanin zemrat tona dhe na shtoft dashurin ndaj librit të madhit Allah, ndaj Kur'anit famlart, e na bëft me jetuar me Kur'an, sepse hajri dhe lumturia jon, jeta jon krejtën te është në Kur'an, po edhe lumturia botës tjetër padyshim është në Kur'an. Çdo e mirë është në Kur'an, çdo e mirë është në Kur'an. La ilahe illallah. E ju jeni o musliman i thtar të Kur'anit, andaj qëndroni të denjë dhe të sinqert pran librit të Zotit ju tebareke wa taala. Të folurit për Kur'an nuk përfundon, por emisioni përfundon, takimi përfundon. Ndaj po alojmë radhën pyetjeve të juaja, veçanti këto 10 ditë të mramat muaj të bekuar, e që kanë çka t'i pyesin njerëzit, sepse këto ditë veçohen me specifika të veçanta, ndërto nata e Kadrit, namazi i natës, sadakatul fitri edhe punë tjera të hajrit me të cilat muslimant garojnë gjatë këtij muaji, në veçanti në 10 ditëshin e fundit. Andaj radha është e juaja të dashurit e mi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Profesor, edhe njerë njoftojmë të gjuhësit që telefoni qëndron i hapur 024 156614, ndërkohë që na kanë arritur edhe pyetje nëpërmjet SMS-it dhe unë po filloj me i marr. Pyetja e parë për sonte, selam aleikum, thot hoxhi nderuar, thot vllau im thot fal 5 kohë namaz, ka qenë edhe në haxh, por nuk flet thot me nanën, flet faktikisht thot vetëm 2 herë në vite kur bën bajram, veç 2 herë sa bën bajram, do të thon bajramin e madh dhe të vogël, dhe nuk fol asnjëherë tjetër me nanën. Nana po pyet thot, a e kam gjuna nëse as për bajram nuk i flas më hiç djalit. Po më duket e kemi një telefonat, pastaj kthehemi edhe kësaj pyetje sepse ka kërkuar një përgjigje sonte të gjusi. Alo. Selam aleikum wa rahmatullah. Aleikum selam. Ishte hoxhën më pyet, unë falem më të mirë, por rastisht ndjova një hoxha po nuk e di çka është. Të bëj shahadet, ai tha nuk i lexon saktësisht që duhet Kur'an. Po më ne El Fatihan, të di që El Fatiha është si çelësi namazit. Për shembull kemi disa hoxhallar të Turqisë që na vijnë tash për muajin Ramazan këtu. Edhe çush muajin e drejtë dhe faktikisht drejtë kështu bazë të shumicës njerëzve që nuk e lexojnë edhe El Fatihan që do të për shembull kur vjen rasti në thënë ja kena butu po ja kena bydy me y. Për shembull Ramazik do të më thon Allahu Akbar, ato thon Allahu Akbar me y. E të shtanë të thonë e kemë namazin e saktë që se falim me ta. Edhe që ka do të në bëmë rast që nuk është i saktë. Allah ju është përblet, të ju rujt. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aleikum selam, amin edhe juve që thashto. Po, tek pyetja e parë. Kë pyetje
Kjo është shokuese. Shokuese dhe me thonë, të lem në gojë hapt. Të lem në gojë hapt, sepse nuk është lehtë me kuptu një njeri, një burr i cili ka tru, ka men. Sa ata që si s'kan men, nuk shkruan kalemi për ta. Po një njeri që ka tru, ka men, ka një grim Simon, beson xhenetin, beson ditën e kiametit, beson natën e varrit. E pastaj ky person falet, ka qenë haç. Nuk ka lehtë me kuptu këtë njeri. Qysh bëhet 2 herë në vetë me i fol nanës. 2 herë vetë. Do me thonë, mrena 3 muj dite, 2 muj diçka, kësën 2 bajrama tafën janë me tjetërit, 2 herë. Tani më 10 muj dit, nuk janë një në zanën, as nuk janë sheftyre nanës të vetë. La ilaha illallah. Unë s'mund t'a kuptoj këtë njeri. Këti me thani meqëm, unë nuk mëj. Qëfar zemrë ka këtë njeri? Qëfar zemrë ka këtë njeri? Unë sa rëthëm djemve, të cilët jetojnë afër prindve tyne, edhe i pës shëki babën e nanën, apo shkon me pa për dit. Mos gabë me kalu dita pa shkon me pa prind. Në sabah, kur del me shkon shkolla në puna, kalu ka prind. E zakonisht plesht qohen heret. I pej selam, vete e në mire, ka nevoj diqka, ka vi për qafe, edhe shkon pun. Edhe kur të vesh në aksham, 2 herë nditje. Leti gruja dëna s'dëna, po gruja gjak tjetër, milek tjetër, gjeni tjera, far tjetër. Ta pratet gruse, shirri gruse, ta shket rast. Do milan të babën në me ftu gjehenemina? E që këtë rast mund të pas me qenë gruja fajtor, andaj nuk kem nevoj gjithmonë në fajsu gratë, po shumë herë fajtori në gratë. Në fakt jo djali, se nuk e burë. A i burë, a i djali që lëngan në grunë, për anë për baba, nuk e burë. A i gruaj, ti veç demit lerisht. Ti i bën kohët burë, ja. Asa ma shkulla sens është skapi ti. Gratë gjënë sa dush. Nane babë veç një jenë. Veç një, nuk ka ma. Allah e drejtoft. Allah e drejtoft a djallë. O nuk e dhja i djallë, pës në ka bë neve pyetje drejt për drejti. A i ka vim në bë pyetje. Qethet e Zotit nesër ku del ditë gjykimit. Qethet. Unë pa kam dyshim, apo pa kam dro, se që djallë nuk mund bëmbal mu më dalë për para. Me thonë që të fjallë që të. Së dërë ftyrë, të më të këkej pa shpirt. E që shidel Zotit para tash? Që shidel Zotit para? Ati do të me dha përgjigje. Leti nana e mirë i keqë të fshije të për fjallorit, fshije. A i mund të me kanë e mirë i keqë për grunë tane, për babën tane, për këtë dion, për ty së të me kanë e keqë. Për ty së më kanë e keqë ajo. Sepse thjesht ti je fare saj, për barkët saj këtë halë, je gjak i saj. Së që tjetë kjo është gatë me folë, ta shë përpresin pyetje tjera, përpresin dëgjus të tjera. Por nana që pyta me folë, mësë në folë për Bajram, jo, nana falë për Bajram, Allah në gjëllet qoftë ty. Ngoho gjëllë ti.
Nana është nan. Tash më dhe na jena prende, dim që a prindi që është e vladi. Se këna pas prind, tash keme vlad. As njëherë prindi nuk bën më ranë e vel djalit, e qikës as njëherë, fëmijës vetë. Gjithmonë prindit më kanë ma zemër gjanë. Gjithmonë. Sepse të ka dhe zemra halemashëm. Të nëse je lënduar, që djallit të fletë 2 herë në vetë. Po nëse nuk të fletë heq, ki mu lëndu halemashëm. E të i afro për i deke. E nuk ka nevojë në stëm dekes njeri ju me pas gjithë këtë tëft ndaj kondër djallit e kondër. Nuk ka nevojë i luki. Nuk ka. Kime që marë balë. Më marë me natën e vorrit. Më marë me gjënahet tua. E me amelet tua. Me lutë Allahën për shdanat e për shdet o zat, për ma frohë deka për dit. Ja Rabi bina fundin e mirë. Bina fundin e hajrit o zot i jornë. E na mërë shpjetin me iman. E bëna zot i jornë. Që fjalla fundit jetë la ilaha illallah. E mësë më spravo o zot këtë pleshni me këta e vlad. E këta nipe e mese. E taj me lutë Allah, ndrejto e zot këtë djallë tem se kjo hupta. Drejto e zot, veshti ki kudret me drejto, me lutë Allah. Andaj, më se batohen për zot zotë me lëqit me djallë. Më se batohen. Dhe më se nem djallën. Se droti me nem kanë menza nem ta që kërejtë, s'ka me pa ditën e vetaj. Goti hurgjën tërë më se nem. Se i këtë kështu ka pun të keqa, hiq për nem ti. Allah na drojtoft në vëzoft. Pa ka me ëmbël që sa nana. E ai kur desti, tepi një fjallë, që tepi besën që kur desti, e ti desi nuk e nin, nuk e shef, ai ka marrë me të kajtë të vorri. Që të ka me paj që ka bo, që ka hup. A ngijet njëri u nan. Njëri u nan nuk ngijet. Njëri u nan nuk ngijet. Për ata nan është krijesa më e dashur në këtë dynja. Është më ëmbël në këtë dynja. Njëri mund të mungimet e tana për më nan s'ngijet kur. E ai nuk e dini shkriti. Andaj të mëse nem. Po. Profesor, para se të shkojmë tek pyetjet e dëgjuesit, mirë, paska i dëgjuesi i kthehemi. Govllon, po ata të cilët nuk e lexojnë Fatihan mirë, tash mirë, çka kuptojnë me këtë mirë. Pika shkurtra. Përderisa mos ta nxjerr ajetin nga kuptimi i tij, ne bën më falë mastina. Me bo me nxjerr ajetin nga kuptimi i tij, atëherë ne në rrëjmë gjami, shkemi në gjami tjetër. Turqët nuk e nxjerr në ajetin nga kuptimi i tina. Jo, nuk e nxjerr. Kanë ka pak gabime. Bilejdet në njërën për shteteve të Kosovës më zani sabahu. Dhe pash një lexues, o zot sa mirë shkon. Mas sabahut, mas namazit, i pyeta xhamatin kush është ky? Than ky është një turk. Çka turka? Than po, por nuk e lexon Kur'anin si turqët, bile flet arabisht. O përshëndetu me te. Thashë ti kam se Kur'anin këtu me lezu kaq mirë. Thanë kam mësu për një shekhi tem, i cili ka qenë shumë i kujdesshëm me mësu me lezu Kur'anin tamam. Thash, aty në turqëve tjerë, pse vëlla nuk ja për përsile e vëlla the atyne, jo, apo dënë me lezu Kur'anin në arabisht, apo dënë me lezu turqisht. Tha turqët thojnë, Kur'ana mas mirë të mbë të lezojnë. Thash, kush mas mirë të? Ata, jetë ty, bënja kanë bënë ta, mas mirë të, kur për jetë. Se të kjeshtu ma habet me te. Ata e ka në farë laj me kam i thojnë, në laj krajeti, që ka vrejti sigurisht, por nuk e nxjerr ajetin prej kuptimeve ti. Jo, nuk e nxjerr. Dhe nuk bën më thani se nuk bën më falë mas tërqve. Nuk bën më thani ashtu. Jo. Të fjala Allahu Akbar, nga hoxha, ne tanë themi Allahu Akbar, të gjithë, për nuk e kena bashmirë.
Sepse Allahu Akbar nuk është A, as nuk është E, por është mes As dhe mes Es. Se në fakt është E, se është elif mite hemze, por për shkak që vjen lami dyfishohet, hi pak trashet nalt. Sikurse e ri, tani themi rej, e trashën pak ma nalt. Edhe kja Allahu e forcojmë pak. Për ndryshe, nuk është A, nuk është Allahu, është mes Es dhe mes A, ma afrë e banes, por këtë e din ata që janë shumë të specializuar, ata që janë ekspertat leximit Koranit, e që ne shumë pak kemi, nëse kemi në Kosovë eksperta, ama ekspertë të Koranit do të kemi parasysh që të themi, kur themi çka kemi për qëllim. Ndërsa ashhadu nuk është në rregull apo, po ashhadu në gjuhën arabe thuhet ashhadu, dëshmoj. Ashhadu ja gabim është gjithë ditën. Ai që thot ashhadu, ai nuk e ka thonë tahiyatin. Apo nëse namaz, nëse ki për azan, se ki ashhadu la ilaha illallah namaz tahiyat thuhet, apo nëse është për azan gabim e ka. Po. Kemi dëgjues profesor, alo. Alo, po. Urdhra. Ju telefonon një moza prej New Yorkut. Po, urdhra. E përshëndes në radhë par hoxhën, selam aleikum. Aleikum selam. Edhe kam një pyetje derisa me ditë pas më shumë rreth Yasinit, se Yasini asnohet vetëm në gjuhën arabe apo mund të nohet në gjuhën shqipe. Mirë. Nuk jam kysh më herët në mision, tash kom dalë prej punës, nuk e di nëse edhe ke dhënë më herët si përgjigje. Jo, se kemi dhënë jo. Okej. Nëse ka mundësi më na shpjegoj pak më shumë rreth Yasinit. Mirë, faleminderit shumë, të përshëndesim. Gjithë të mirë. Ju përshëndes për New Yorkut. Faleminderit. Zoti ruaj ju atje, ajo ndihmoft, ju lehtësoft agjerimin, ju pranoj doa dhe lutjet, këtë muaj të bekuar, dhe ju bëft shembull për së miri. Në detaj nuk kemi kohë motër me folë, sepse kemi kallabllak pyetje të shkruara dhe tjerë që presin radhë, por ajo që është thelbësore, a bën me lexuar Yasinin për vdekun? Ke pyetje kështu? Jo, është më mirë përveç gjuhës arabe a bën me u lexuar në gjuhën shqipe. Çfarë do të them? Për lexuar Yasinin zakonisht për vdekun, për me lexuar Yasinin në gjuhën shqipe, zakonisht lexohet për të vdekun, për la të vdekun. Në gjuhën shqipe kur fola pak përpara për leximin e Kuranit, që thash për imame janë ndryshon kuptimi si janë ndryshon, po ta qëllim edhe këtu, këtë ket, por nuk e ceka për mos me marr kohë shumë. Nëse e lexojnë me shkronja shqip, Yasinin, po ndonjë pjesë të Kuranit, dije që nuk ke lexuar Kur'an. Jo është Kur'an, ngom ti mu. Për me thonë hala më ndryshe, pra, e ke deviju Kur'anin. Në momentin që devijon Kur'anin, tashmë nuk është ai Kur'an, se s'ka mundësi Kur'ani të jenë devijuar. Nuk ka mundësi në asnjë mënyrë me lexuar Kur'anin drejt që shkërkohet prej neve si musliman, vetëm se me alfabet arab. Këtë alfabetet e botës, pe Kinës, Japonisë atje nësja, deri te jo atje anglishtën e ju atje, amerikanët që kënë në Amerikë, dhe lindja dhe perëndim, e veri dhe jug, të gjitha alfabetet, shkrimet e botës. Merre dhe me që të shkruan në ndohë me lexu Kur'anin, nuk keme mujt as për se afërmi. Kjo është për specifikave që Zotja ka vesh Kur'anit. Kur'anin nuk lexohet ndryshe vetëm me shkronja origjinale, që ka zbritur për atë arsye prej gabimeve shumë të mëdha që i kanë bërë disa njerëz në shekullin e 20, është që kanë shënuar Yasinin me shkronja latine, kanë shënuar dhe Kur'anin krejt me shkronja latine. Në Turki është komplet Kur'ani me shkronja latine.
Ai nuk ka më Koran. Ai motër nuk ka Koran ai. Për shembull, mos e përmendaj ndëgjuese pak më herët Fatihan, thaja ndryshon kuptimin. Halezëm atë Fatihan mua me shkronja ndash latin, ndash angleze, ndash shqipe cillën dush. Me cilat dush shkron lexoj, ta lexosh. Kemi bo një 70 gabime a 10 minimumi vetëm në Fatiha. Vetëm në Fatiha. Çdo fjalë kemi bo ke gabim as pakti. Dhe u shkoj të fund atje, në vend që me thonu wala dallin, e që ke shkojnë a dë, vetëm gjuha arabe ka në botë, nuk e ka asë një gjuhë tjetër, kemi thonë wala dallin. Çka do të thonë wala dallin? Do të thonë ata që të udhëzojnë, çojnë dikun ta mësojnë udhën, Ciceroni ai thojnë, ta shpjegojnë muze atje, të shpjegojnë atje në për Shëtinë, në për Parçën, në për Kudiu, në monumente historike. Çe dalin ose një njeri i cili rënë në rrugë dhe kush kalon kalimtar thot ku po shkon në burr, po shkojnë çatje, kallzamo thot shkon djathtë, shkon të moj, shkon djathtë. Ç'a është udhëzues? Ç'a është wala dalin? Kuptimin ajeti, çka do të thonë ajeti? Jo më ajeti s'ka të bëjë me udhëzues to. Ajeti ka të bëjë me njerëz që të humbur, të hupaj. I humbur që ka humbur rrugën e vërtetë të Allahut. E ndryshoj kuptimin. Atëherë nuk ka fjallë e Zotit mo. Atëherë që mi bona Fatihan e natë e nane më së më falë. Këtu e në emergjence. Këtu e në rastet dhe mëzdëshmërije. Suret që na vynë për më mësu më falë, që na vynë për më përdur namaz, Fatihan, i natë e nanë, kullu vallahun, kullu udhu birabil fele, kullu udhu birabil nas, që 3-4 sure, nuk kem qare pa e mësu në qëfar do mënyre qoftë. Sepse është domosdoshmëri. Është domosdoshmëri. E domosdoshmëri atje në shariat është në rregull që të darure i bie që domosdoshmëri lejohen shumë gjana. Në domosdoshmëri lejohet me vramishin e derrit. Kur je kanë gordh, je ka vdesuni. Je të vdek uni, të vdek. Dhe nuk e që ka hanë për pas mishin e derrit, ose shtasë të ngordhura. A është haram? Në këtë rast ka bëhet, këtë rast bëhet halal. Bile bërë që kime hanguar. Pse është domosdoshmëri? Me shku e femra, më gjvesh para burrave të huja, ka halal, ka haram. Po mirë motra cila lind, është domosdoshmëri. Po mirë motra cila shkan dhe boj operohet atje në gjoksa, në shpinë, në barke, ku diun qatë pjesë që ka qatë smundit që ka, domosdoshmëri. Pra dhe këtë domosdoshmëri është me mësu diçka që ka zban pa te për më falë. Se zban pa falë. Po nuk këtë domosdoshmëri me lezufat, su jasinin e Koranin krejt. Ja, ato jo mësu original, ja, për latinisht li krejt. Kaqë. 024 156614 qëndroni hapur, profesor po e marrë edhe një pyetje që na ka arritur në formë të shkruar. Selam aleikum, thot inshallah nuk e kam gjuna që po e bëj këtë pyetje, por po më intereson një çështje. Profesor thot sa është në rregull që shumë njerëz të cilët mbajnë muajin e madhreshëm të Ramazanit postojnë fotot e tyre në Facebook me sofrat e iftarit për plot mira, gjithashtu thot edhe sofrat e syfyrit, ndërkohë që ka njerëz që i shohin ndoshta nuk kanë kushte të tilla dhe mund të lakmojnë. Allah është përbleft këtë lla për këtë motor, për këtë pyetje. Unë pajtej plotësisht me te. Unë jam një prej atyne që korën jetë nuk kam qef mu fotografu kosh të hangur buk. E pëse s'kam qef, një prej shkaqeve është të që kja. Por s'pat pysi njerës të vla, që mi baj shkret une? Unë shkova, para 2-3 dite, kemi qenë një iftar dëkon një 60 sofra. A 70 nuk e di, 70 flija, 60 sofra, komplet katoni, veç flija. E shëhret i madhin paket katoni në musafire, o gëzova shumë, se për një fli tybin isha shku. Hala pa unë gjënë sofrë, një fotografie, një, të në të bënë 100, 200, 300. O, nalmi për e zendë zotit, kuna me thonë, me këta shkret telefona tash, në kanë marrë në qafë, për para kanë pas ka aparata, e krejt që e grup e ka pas një aparata se ka pas. Tash se si tonë kanë telefona, është dhe telefon ka mirë, qa mi bo kalzëm? Qa mi bo? Unë pajtemi ty plëtsisht.
Nuk më duket mua kulturë dhe edukat me fotografu dikush të hangër në sofert me tanat mirat e Zotit e me postu. Jo. Duhet të kujtej fukarat. Qashtu është motër. Po prapna haram se bojnë, amo në regull sash. Qa kemi bërë tash? Shumë i sanë bjenë pa qëllim jenë. Po. Atëherë, profesor, po e marrim edhe një telefonat. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. A ta një pyetje për hoxha? Po? Do është ta me pyetje, e kam në gjëna, në qoftë se do me thonë gjatë namazet, për marrë dhe dikon tjetër më falë, po nuk po din më falë, do me thonë, nësë nuk i din dovë, dhe si din regullat e namazit, ku me ditë sa mirë, do me thonë për për qëllin mu, edhe është ta me ditë, a e kom në i farë nga rkese, dhe i sot mësohen që ashtu, apo më në shpjegu di shka rrëtë që saj. Kalzëm, a janë moshke e femra? Femra. O kry, kemë rëndësi shumë. Mirë, faleminderit për telefonatën. E në qovë se janë mashkuj? Tamam. A ka problem në shka? Po, shto është ta përgjigje nëne, po. Mirë. Natën e mirë për juve. Allahu të rujtë. Ti e motër e mirë, dhe ato që dojmë të përcjell të janë të mira, sepse dojmë më mësu më falë. E çdo njeri që dënë më falë, e dënë Zotin, ai është i mirë. Ajo që ka jetë duke vepruti është shumë në rregull. Që ki femra të nonën, gjyshe, konote, tjetë që tjetë thmije, edhe thmije 2 gjenive s'ka problem, të tonë, më nëshme dali mëm të atyne. Rëni se, hinë rresh mes tyne, edhe thuju, kalzëju, pe bojna njetë me falë farzën e drekës. Edhe kapak imësën. Edhe ti, kur është me ledzu me za e ledzën. Me za nga dale, që ato me mësu veshin. Kur bishtë nërku me rato, në sejvë dhe kështu me rato. Vesh farzët një herë, dhe sa të mësojnë farzët mirë me i da. Kur të mësojnë 5 farzët mirë, atëherë kapak edhe në sënete. Ndërsa nëse janë burra, mashkuja me burra, ti nuk mund është me dalë imam i tyne, për shambull. Pe imaginoj, hipotetikisht, baba jëtë. Do në më falë, pa nuk din. Ti thu baba, hajtë e falë. Thotë bi nuk di. Thotë mësajone, që është mësajone, unë pa dalë imam të dilë mas meje. Jo, në kitë ras, nuk bën ashtu me dalë të imam i babës. Por, a di që është bën. Kështu, ti, babën e qëtë për para, kitë ras, për zanë babën si mashkull, kush dhe të qoftaj, mund është me vlaun, e migjen, e dajen, e burën, së është me rëndësi kanë, e qëtë për para, ose anash njani tjetërit, dhe i thua atina, bërë një të për veti, unë njëtë për veti. Jo pa bërë njëtë me falë me imam, ja, ti për veti. Unë të parapri, ti mas meje, a më të për veti thu, mas meje. Sigur se ku një kërë parapri një kërë tjetër. Ata sen s'kam përbashkët, për pas të shkojt njët në rrugë. Ku këthejet i pari, këthejet i dyti. Ku t'jap shaj i pari, jap shaj i dyti. Qa shtu t'njët. Pra i thu babës të zamë, unë e ka dalë, thamë fana për veti, por nga dalësaj dhe fala me zaka pak që më njëti, për shamë thëmë, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Dhe për shaj pak, që me dhanë të i hapsir, me thanë Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Dhe kështu me radhë që me përsëritaj. Ndërsa, kur je me gjenin femërore, më të e bënjet imam i ty në dhe atë bënjet më falë me ty bashkë. Se di sa kuptove. Atër, profesor, po bëjmë një pauzë, pastaj do të rikthehemi në studio. Ju qëndroni me ne të ndëruar të quës. Rikthehemi në studio, të ndëruar të quës, vazhdojmë pjesën e dytë të fundit të emisionit. Telefoni qëndroni hapur 024 156614, por gjithashtu edhe mund të na shkruani në po të njëjtin numër dhe t'i dërgoni pyetjet e juaja në formë të SMS-i. Nga Stockholmi po pyet një dëgjues, thot profesor, me cilën kohë të Ramazanit është më mirë të punojmë, cilën ta përdorim, pasi që dallon koha e imsakut për 30 minuta nga vakti të cilën e kam përcaktuar Turqia për Stockholmin, është dikon 2:20, ndërsa ajo të cilën e ka përcaktuar Arabia është
1:50 minuta. Cila nga këto të dyja thot është më mirë që ti marrim? Bismillahirrahmanirrahim. Arabia është e madhe, tash të ditë çfarë do të thonë me cilën kalendar. Tash ke Ramazani, fund Ramazanit është. Natyrisht kjo është çështje juveja e mbrëmshme. Kam për qëllim regionale, e zonës tuaj atje. Në piktujt nuk është mirë përzi, edhe ju aty keni xhollare, keni shoqata, organizata, keni bashkë islame të ndryshme, që ata bojnë misi për halën e dertin e juve. Por në kësa rase, si këshill, kur njeriu nuk din ka më drejtu, apo kur ta përzin shumë, kalendari, takvimi më i saktë, unë po them ndoshta, po mendoj kur thotë botën arabe, ndoshta është kalendari Umul Quras i Mekës. Ku Sebastiana është përsaktue sa e ka një takvim në këtë botën. Kur është fyr kur iftare, në çdo vend botë gjen. Por më saktë se ai është kalendari ISNA i Amerikës Veriore. Është më i saktë. Është edhe më i saktë se sa i Mekës. Për çdo qytet botës. Unë për vetën time me këtë ISNA do të kisha bërë dhe në Kosovë. Unë kisha bërë në Kosovë, po të kisha unë në dorë, kisha ndorë çështën e takvimit, pa hezitu e kisha bërë komplet sipas kalendarit ISNA të Amerikës Veriore. Allahu ala tofti ya Rabbi xherimin atje sa shkaj gati këy bekuar. Po. Duke që kemi telefonata, alo? A kemi dëgjuesin? Me siguri ka ik. 024 156614 qendron i hapur, mund të parashtroni pyetjet e juaja. Pyetja radhës, selam aleikum, thotë, a mund të na sqaroni pak më gjithsesi hoxhë ndruar që si i pet sadakatul fitri në fund të muajit të Ramazanit? A më mirë thotë tollat i japim në bashkinë islame apo ndonjë organizim që bëhet nëpër xhamia? Në xhamia bashkë islame këta e bashkë të shkon. Sadaqatul fitri është vajib. Që shkon hadith të Abdullah ibn Umerit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, farada sadaqatul fitr, e ka befar sadaqatul fitrin për çdo musliman dhe muslimane. Gjatë muajit të bekuar. E koha më e mirë është 2 ditë para Bajramit. Kështu kanë vepruar sahabët, kanë thonë 2 ditë para Bajramit e kemi nxjerr sadaqatul fitrin. Ka kohë deri ditën e Bajramit para se më fal Bajrami. U fal Bajrami më është një sadaqë thjesht, por nuk e ka la borxhin. Nuk ka seba të borxhin e lan. Sadaqatul fitrin do të më dhanë për këtë anëtarë të familjes. Që janë gjallë, ata që kanë agjeru dhe ata që nuk kanë agjeru, si fëmijë vogël. Me dhanë nga 2 shujtje në ditjet mesme, po bënë nga 1 shujtje, ama më mirë është nga 2 shujtje. Sadaqatul fitr përparësi para të gjithëve kanë fukarat. Përparësi numër 1 kanë fukarat, e pastaj të tjerë veren. Është mirë që tek ne e falë Zotit. Po flas për popullin tonë, përgjithësi këtu në Ballkan. Ashtu që e kanë rujtë Ramazanin, e kanë rujtë dhe sadaqatul fitrin. Edhe të gjithë muslimanët e japin, dhe kjo është e mirë. Dhe ashtu do të vazhdojnë muslimanët. Por krahas sadaqatul fitrit do të kisha rikujtu muslimanëve që ta japin edhe zakatin. Do të më bësh për hitë dashurit e mi me dhanë zakatin. E shumë musliman në përvendet ndryshme të botës e marrin e bëjnë shprehi në Ramazan dhe japin zakatin në Ramazan për pasurinë e tyre që kanë brenda një viti. Sadaqatul fitrin bën mja u dhanë
apo aty që nuk bën më dhon se më pak ata që i ke përpje që i lozë tyne e që i bje prindve tu prindve dhe kështu me radhë, ndërsa nga poshtë nuk bën më dhon djalit dhe vajzës, djalit vajzës, nipit se nipit dhe kështu me radhë, ndërsa anash vllaut dhe motrës, migjes dajës, hallës tezës dhe të tjerëve bën më dhon. Por nëse natyrësht nëse në fukara, por vllaut dhe motrës, nëse je një shtëpi me ta, hanë edhe peni bashk, nuk bën më dhon sadakatul fitrin. Ndërsa nëse vllau është i dan, jeton me fëmijët e vet, por është fukara i dekt, bën më dhon edhe sadakatul fitrin, edhe zakatin. Gjithashtu edhe motra, nëse është e martuar, dhe me thonë është ndonë për vllaznive, faktikisht kur është e martune, dhe është shumë e varfër, bën edhe saj më dhon sadakatul fitrin. Ndërsa nëse bashkë jo. Po. Kemi dëgjues, alo? Alo? Urdhra. Selam aleikum. Aleikum selam, urdhra. Jam një motë muslimane nga Norvegjia, që që bëj hoxhës në pyetje. Unë kam lirën time këto mustafir, gjatë muajit Ramazan, por ajo nuk din më fal, por në qimë një javë kam bind që më fal sabah dhe aksham. Po aja nuk din asë një dovë, nuk din kur gjëhet. Po pensoj veç me shahadet, edhe me subhanallah në rukur dhe në sejgje. A ka mirë që të në të kështët, apo do të ma gjënësisht namazin? Mirë, për siguri nuk na ke dëgju javën e kalume, sepse e ke marrë përgjigjen, por inshallah do ta merresh prap, sepse javën e kalume e kemi dëgjuar. Jo, nuk kam mund që me ndëgju javën e kalume. Veç, mirë. Nuk e dja kemi dëgju. Mirë, do ta merr inshallah përgjigjen. Ju përshëndesim, çdo të mirë për juve. Ka po të kam? Vjerën, ishte dëgjuese pyetja e javës kalume. Ne të kemi përgjigjur javën e kaluar, po të përgjigjem prapa për të pika shkurta s'ka dert. Ty Allahu të rujt, e dasht, e lëmja shpia që të ka shtim rana dhe lëmja shpia që të ka qitë për i derës vetë. Për do bia dhe për do nuse, do të me bo lëm shpia që e qëtë për jashta dhe lëm shpia që e shtin mrena dhe kështu kanë thonë të partët të në gjitha i motër. Për ata, gruja e mirë, robi mirë, bën dritë ka që kanë. I ndryqen ja zëjt këtyre nanës e babës e vllaznive dhe ja ngriti mazhin para familjes burrit. Sa që këtë familja burrit i veçojnë ata meq. Pse? Sepse bia tyne ja ka bovenin babës, vllaznive, fisit vetë. Dhe lanën tjetër unë zot bia keqe i aprish venin babës e vllaznive dhe përtojnë njerëz me që më folë për dorë se le mu më knaqe me marrë ngrëke e tjere e të lumt ata që të kanë qitë për shpis dhe të lumt ata që të kanë pritë shpe. Allah i shtoft motrat sikur se ti, sepse sa do shtë koha vihrat me i përzan për shpis bile me nëzane me rejh ka pak që shtu ka arë koha kërko shkërka nuk e dënë veç burën e vetë mine vetë njëri gjallë nuk dënë thotë që pëhin hise e që bëhet me majtë një plak a nuk kemi nevoj për se vap pa halë ke majnë qenë Allah i ndërëf të mace po njerëzit majnë jetima. Po njerëzit shkojnë adaptojnë fëmijëve për me rrit me fitu sevap. Me mbikëqyrë. E neve ne ka thënë Allahu. I ki pleq të shpia.
me fitu se vap me ta, nashta me ta e gjenetin. Pa e nuk rënë 100 vjetë e plak. Doat e ti, lutjet e tina shkojnë lartë në qiell, e ja fshahajrin të dhe fëmijët e tu. Për mos me zgjatë, ti vazhdo që shtu që ke nisë, më së rëndo shumë, nëse vihra din me thonë Elhamdulillahi Rabbil Alamin, e që me ndaj se din me thonë, sepse tonë thënë Elhamdulillah kur të hajnë puk. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, lëthët një 7 herë, për nëse nuk dhe lëthët Subhanallah, Subhanallah 7 herë, Subhanallah, 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 Subhanallah. Të hjatin, të thëtë shahadetin bile. Ose, që thash ase motrës më herët, dil të imam, e vihra mas teje. Dhe thu vihrës, qatë bëjën e bënë edhe te. Dhe sa të mësohet vihra, me falë 5 vaktet bile farzet. Allahu dash të trujtë, të bëhtë sebeb, me mësuat vihër më falë. Ja Rabbi, ty shenë bë sebeb nuse tjera para teje, me mësu vihrat e tyne, në pleqnin 80 vjetën, 70 vjetën me falë namaz. E lëmja te për veti, sepse dje që në ditë kiametit, kimja pa hajrin shumë. Kimja pa hajrin shumë, që e mësën vihrën më falë. Allah të rujtë, po. Më duket kemi telefonat, alo? Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, urdhra. Kam një pyetje për hoxhën. Po, urdhra. Nona i falë vetëm diku namaz, kështu që është pak e lorne në tensione, e disha me dita pranot namazit, e në 2 për femra abon me ngrit kishtin 3 gusht, e në 3 namazet të kazo abon me fonja në pasjetës, apo duhet me pas një kohë ndërmjet. Që e treta? Tretën edhe njëherë se kuptuam. Vetëm për namazet kazo që ka një namazet që do me bo kazo, për shembull jam 2 namazet në rem, apo me fal 2 atë pa ndërmjetësu. Apo duhet me pushu pak e me një sifre. Po e qartë. Faleminderit për pyetjen. Përshëndesim. Çdo të mirë për juve. Motër, 2 ko namazin vesh 2, për nuk janë 3. Asë nuk janë 4, asë nuk janë 5. E me sa kohë namaz në ka urdhëru neve Zoti? Me 5. Dhe me thonë, për përgjigje me Zotit ton, pjesërisht. Sigur se që dikush atja gjeron 3 dit, dikush 10 dit. Që me thonë atina? Ati me thonë, Allah nuk në ka urdhëru 3 dit me agjeru, e as 10 dit, por në ka urdhëru 1 muj dit. Andaj ti ke përgjith Zotit pjesërisht. Për qëte që ke përgjith Zotit, inshallah gjinët e Zotit nuk të hup, por kemi përgjith për pjesën tjetër. Sikur se farzet, motra fal namaz, nuk është mbuluar, burri fal namaz, për në raki, tjetëri fal namaz, për nuk e ngon nonën të, ngo pak me herët atë motrën, atë vlaun që pyti. Fal namaz, nonës e ngon, a ka gjëna, në nona nuk flet, pësa ka gjëna matë masë sa më se fol me nonëna? Tjetëri atje, fal namaz, e kry këtë farz, a gjënë Ramazane, zëqatu nuk e jepë. Dhe kështu më radhë, pra, pjesërisht, ju ka përgjigj urdhrave të Zotit, pjesërisht. Edhe ai që fal 2 kohë namaz, këtë rast nëna jote është përgjigj Zotit pjesërisht. Pse nëna jote është e smur dhe pa qef, arsye që nuk është. Qysh i fal nana 2 recate, 2 namaze, i fal edhe 5. I fal ullur, më smujt në kam, i fal veç farzet, më smujt senetet, veç farzet i fal. Pastaj, nëse nana ka dhimbje të më dha, dhimbje, nëse ka dhimbje të vazhdueshme, sikur dhe pacienta smut Allahu na ruaj me kancere, me dhimbje të më dha, dhimbje, tanë kohën me bara që të cuse me tjerë. Në kësa raste, prap namazin nuk bjen, gohogjën të nuk bjen, por ka të drejt me bo bashk,
Drejkë dhe i qindin, ndashko drejkës, ndashko dhe qinis kur të njën vetën që ma leht pak. I fal 4, ta i fal apët 4. A i fal ullur, a i fal shtrit, si mbas mundësis. Pas të aksham dhe jacin, mund të mi bë bashk, qoftë kohë të akshamit, qoftë kohë të jacis. Kur të një vetën pak ma të qetë, pak ma të pushushëm. Edhe këto, a i fal ullur në ratë, si mbas mundësis. Namazën nuk bëme lënej motër, nanës ta në qëj selam, shumë selam, thuj pasha, zote nuk ban me 2 vakte. Nuk ban. Kërkon ndin dhe zotet nuk e gjonë të shënuar. Se ismuti ban me falë 2 vakte. Asë në letër nuk e gjonë të shënuar, asë në praktikoj motër. Praktikusin kryesor të fesë, a kena pejgamberin alayhi salam. Hadithet, sahabt, që flasin në përshkruajnë, fundin e jetës tina, të gjithë vini u i di, se fundi i ti ka qenë shumë i randë, me smundjet madhe. Dhimt, sa që namaz i ka ratë fikt. A e kanë shumë i fort të kanaj, por dhimbja shumë e madhe. Edhe prap i ka falë 5 kohë namaz, sepse kërkun nuk figuron u shkruan që i smuti, valla jem smut, ashtu nëse jem plak, ose jem lodh, pila namazet. Jo, pasha zotin, ja. Do të mi falë namazet. E ta ne i falë veç farësit. A i falë ullur, a i falë në kam, a i falë shtrit, a ullur në korrik, a qysh, si në pas mundësis njëri ju. Nanës me namazet me falë, mos në zanë vdekja me 2 namazet, pa me 5. Po. Kishtë edhe 2 pyetje tjera. Po pyetje tjera kënë... Çështja e gishtit tregues? Po, tamam se unë o fokusova shumë këtë pyetje, kështu që m'dul pej mend. Gishtin tregues, femra si mashkullin njëjtë. Si mashkullin njëjtë. Për ma të shpjegu ma në detaje ndash. Dorën e majtë e shtrinë. Majtë e gishtave vinë të fundi i kamës. I para në rash me gu. Dorën e djathtë mundësh me shtri edhe këte, për gishtën tregues me që nalt me majtë. Mundësh, variant tjetër, dorën e djathtë 3 gishtat me shtrishë plakën, e 3 gishtat me imbledh. Gishtin tregues e shtrin. Gishtin e madh ta shaqet mbi gishtin e mesëm. Ose gishtin e madh i zatet ballon me gishtin e mesëm, bëhet se një zerra. Gishtin e vogël 10 mesmen me tek e kap dorën grosht e ke bë. Gishtin e mesëm dhe gishtin e madh ke bëhet se një zerra. Edhe ke qitë dore migu, edhe gishtë të tregues ka meti që unë naltë. Edhe që shte mandorën dhere në fund të namazit. Kjetë drejt nga njëherë me leviz, dësa kanë thonë, kur përmëran të emni Allah. Po këtë drejt edhe mës me leviz e që më dësh naltë. Jenë dësa forma për mbajtjen e gishtit, kjo është inshallah me sakta. Ndërsa punën e kazave, namazeve kaza, nëse të kanë ikë më pak se 5 kohë namaz, do të pacara rënditja tyne. Rënditja tyne që është e falë të zami drejken, jep selam që është më nëre. Në kam, e falë e bënjet e qenin, Allahu bërën qeni. Jep selam që është i akshamin, jep selam jacin. Nëse ki mi 5 kohë namaz, rënditja nuk prish punë, cilën do e falë, cilën do kohë qoftë. Po edhe këtu edhe si në pyetje pat, a bashkohen namazet, a ndahen? Se kjo nuk e kishte të qartë që nëse a bashkohet me namazin tjetër. Thash, e falë të zami drejken që i ka ike dhe qenia, e jep selam që e të bën kazaj qendin. Po nuk o kusht me njëherë. As nuk është kusht me nda, as me i bashku. Për i bashku, se kjo nuk është në udhtim. Po këtu. Ja, kjo është pun kazaje.
e pun kaza me rëndësi është rënditja me që nuk më rëndësi koha sa afer. Tazami i ka nik dje pe sabahi ka ik, dreka i cini aksham jacia. Tash sët i bën kaza. I bën kaza kur, do në bën kaza para dite. E fal sabahun. Ta në fal dreken. E djehet. Ta në qohet pinu se i pihet. Baki e falë qenin, ta në shka në prish avdesin bakia. Ose vjen dikush të dera tja që i në 5 minuta. Ta në qohet e falë akshamin. Nuk është kusht mi rëndit, as me nda. Nuk është kusht ajo, ja. Të kazaja. Profesor, jemi 5 minutat e fundit, për marrë edhe një pytjet një dëgjuesës letjet e fundit për sonte. Profesor, më kanë vdek 6 fëmijë para lindjes dhe 2 të tjerë më kanë vdek pasi kanë lind. Të tjerë po më thonë se me këtë po të dënon Zoti, a mundesh një sqarim? Ata që thonë që ashtu, ata njerëz të këqij, ignorant, ta kanë natë. Njerëz këqij. Është e kundër të motër. Pa të spravan Allahu. Sa e lidh me Zotin dhe sa e sabërlike. E të inshallah e sabërlike. Takohen e ditë një vlla rastështu. Nuk e dija, tha, 7-8 fëmijë, disa kanë dalur të vdekur, e një 2-3 kënd që kanë lindur gjallë dhe pastaj kanë vdekur. Dhe atë ishte i qetaj, atë ishte sabërle, sa shumë e pata lakmina sët. Tha unë e di që pa thonë Zoti, nuk bëhet kur që. Nuk bëhet kur që pa thonë Zoti, shumë i lakmova. Për sabrën e tina, për lidhin e ti me Allah. Dije që çdo fëmijë që ka marrë Zotit ngrit shumë të ndërrejgjën altë. Ngrit Allah. Veçanti nëse ata fëmijë kanë pas shpirt. Pa marrë që kanë vdek, mos e kanë dalë, a kanë vdek në bark. Ata që kanë shpirt. Ata kemi takun gjenët e motër. Kemi takun ditë gjykimit nëse bën sabër. Dhe ata fëmijë kanë të bëjë shefatu në ditën e kiametit motër. Kanë të bëjë shefat. Amma nëse bën sabër. Me bën sabër. Në bën shefat. Në ditë gjykimit thënë o Zot. Ne nuk jemi në xhenet pa na dhënë nanën. E kapën për teje. Dojnë nanën me vete me marë. Dojnë babën me vete me marë. E Allahu hatri tyne. Të shtë në xhenet inshallah. Tani jemi fëmi, jemi burr, jemi lumtur. Për ata muslimani, gjithmonë është në hajër, e shëfë që në hajër muslimani. Edhe kër e godet e mira, po dhe kër e godet në një sprovë, në një bela, nëse bën sabër është hajër. Mos koft hajër përse dhe për nesër, për kitë ko, për ma vanë ko me ka në hajër, këtë ras për botën tjetër. E vjen sahora. Vjen sahora. Të lidhë me Allahun. Pështet që Allah dërzoj Zotit vullnetit ti në thëjo Zot. Unë i du thmin i du se të më ke bo me i dasht min. Por unë më vënu nuk vënu në ty. Kur për jetë. Nuk prishna me Zotin për hatër thmivas për kërkan këtë dënja. Zotë është me i dashur të ne, se sa fëmiju, se sa burri, se sa baba, nana, se sa vetvetja jonë dhe çdo gjë tjetër. Allahu të falë të vlad, ta mundsoft me rritë vlad, qoftë edhe një ja Rabbel Alemin. Për hatër që ke hiek, e ka të shumë ke pas fëmi është i ka marrë Allahu. Allahu të gëzoft me vlad, e të rrit, e të bëft më knaq me ta ja Rabbel Alemin, ty dhe shda në tjetër e cila nuk ka fëmi. E lutë Allahu në këtë ditë e këtë net më dha.
e në jena pranë në vetë natës e Kadrit, e cila është 10 net e fundit. Shfrytëzoni të dashuritë e mi këtë net me adhurim, me ibadet, me istikfar, me dua, me lutje. Leni televizorët, leni nejtë e mohabetet. Nuk ka kohë me bë lavë të dënjas. Nëse pa qare pak lavë të dënjas, e shumë për ahiret. Këtë 10 net e fund nuk janë 10 të zjareteve më. Me shku zjarete me nejtë din sefere, jo. Por janë net më vetmu me Allahun. Më vetmu me Allahun, dukesh me Koran, dukesh me tesbih në dorë, dukesh me istikfar, dukesh me namaz, dukesh me meditim, del natyrë, në balkan, e kësir qili meditan, dhe madhran Allahun azza wa jall. Dhe i sefer. Dhe deri sa të kalon edhe sefirit e nagimi. Allah na bëh për atyre që nxojnë natën e Kadrit, ja Rabbel Alamin. Na bëh për atyre që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men qama lejletul qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai i cili zë natën e Kadrit me adhurim, me ibadet, me namaz, dhe me shpresë bindje të Zotit, duke kërkuar sevap të madh të Zotit, kam ja fal Allahu gjërat që ka bërë më herët. Allah na bëj prej tyre, ja Rabbel Alamin, dhe shfrytëzojmë rastin edhe të harrojmë festën e madhe të Ramazan Bayramit, që jena në prag të saj, e zgjerim të pranur inshallah taala.